Reparti i pulmologjisë në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda po përballet me një fluks të madh të pacientëve, të cilët janë prekur nga gripi sezonal. Sipas doktoreshës pulmologe interniste Vera Leshi, kjo gjendje lidhet kryesisht me temperaturat e ulëta, por edhe me faktorë të tjerë shëndetësor që ndikojnë në dobësimin e imunitetit. Me fillimin e rënjes së temperaturave, kemi shumë pacientë që janë me gjendje gripoze, me gjendje virale, duke nisur nga influenza edhe viroza tjera, para influenza, virusi sincicial i mushkrive, adenovirusi, koronavirusi, po ka edhe forma të COVID-19, koronavirusit të modifikuara. Doktoresha Leshi thekson se përveç gripit sezonal, aktiv vazhdon të jetë edhe COVID-19, i cili ka pësuar mutacione dhe ka prekur një numër të konsiderueshëm personash. COVID-19 nuk është në formën si që ka qenë, ka pësu një mutacion, është ma i letë, simptomat i ka të njëjta si çdo grip tjetër, por që edhe gripna tjerë, e dim edhe në bazë përvojës edhe me vite më radhë, gripna tjerë kanë ditë me shkaktu, për shkak të një rëmje të imunitetit, kanë ditë me shkaktu edhe ndezjet mushnive, që këtu në repart kemi shumë raste me ndezjet mushnive, sidomos të pacientat me imunitet dopt, pacientat e moshuar dhe ata si që se ka me parë që nuk janë të vaksinuar. Sipas saj, simptomat janë të ngjashme me ato të gripit, por në shumicën e rasteve sëmundja prek mushkëritë duke shkaktuar vështirësi në frymarrje, koll të vazhdueshëm dhe lodhje të mëdha. 2-3 javëshin e fundit kemi shumë pacient me gjendje virale, të cilat shkojnë me simptomatologji të ndryshme, prej me të letave deri tek ato me të rëndat. Format fillojnë në mënyrë akute të gripi, me ethe, me temperaturë, me dhimbje koke, me dhimbje nyjesh, me zënje ose shkuarje hundësh, barkëqitje, vjellje, por ka edhe format e lehta që kalohen vetëm me një rruf ose shkuarje hundësh, një dhimbje fytje dhe temperatura subfebrile që shkojnë deri në 38 gradë Celsius, po janë forma shumë të lehta. Pulmologja Vera Leshi u bën apel të gjithë qytetarëve që në rast të paraqitjes së simptomave të paraqiten sa më herët tek mjeku, me qëllim të diagnostifikimit dhe trajtimit në kohë, si masë preventive për shmangjen e komplikimeve më serioze.